Me kontrollet e rrepta dhe inspektim të jashtëzakonshëm të objekteve gastronomike, inspektorët e shumë komunave kanë dalë në terren. Inspektorët e komunës Qendër në bashkëpunim me policinë e stacionit policor që të thirrën sipas nevojës edhe gjatë fundjavës ishin duke kontrolluar një nga një të gjitha objektet gastronomike. Deri tani janë shqiptuar edhe gjoba për ata që nuk kanë plotësuar kushtet, ndërsa aty ku është vërejtur se mungojnë hidrantet apo aparatet kundër zjarrit, kanë informuar menjëherë inspektorët e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Danas kad smo na vondren nadzor isključeni za vreme na vikend, ne prvi put, znači inspekcijske službe na opština Centar vršat vonredne kontrole za vreme na vikend. Ќе traje Cijelo vreme ќе трае, значи инспекцијските служби цело време ќе бидат на терен и во сабота, и во недела, и после 16 часот, така да мора да се стави ред. Инспекторот за домување доби јасни насоки од страна на градоначалникот, на штабот вчера што се одржи за спроведување на вонредни инспекцијски надзори согласно неговата надлежност во зградите за колективно домување. Значи ќе бидат проверени дали се во функција хидрантните мрежи, дали поседува противпожарни апарати, планови за евакуација, се што е во доменот на законот за домување. Përveç komunës Qendër që ka shtuar kontrollet e objekteve gastronomike, edhe në komunën e aerodromit Karposhit, si dhe në disa komuna të tjera, inspektorët janë në terren duke kontrolluar nëse posedojnë pajisje kundër zjarrit. Disa ditë më parë, qeveria miratoi vendimin që detyroi inspektoratin shtetëror të tregut që të kryejë mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese të objekteve gastronomike përfshirë kabaret, klubet e natës, diskotekat dhe diskotekat e hapura në mbar vendin.